rregullojmë kapakun. Gjyshe, mos më prek. Hej, mbarova! Dua pelte me shije Coca-Cola. A do ta bësh? Është shumë e lehtë. Le të fillojmë nga gatimi. Më duhet një Coca-Cola. Së pari të heqim qafe. O, sa e mirë! Wow! E mrekullueshme! Ups! Më falni djema, po vjen! Jo, Mike! Më falni! Ups! E te prova pak! Tani, duhet të hedhim karamele Nerds në shishe. Mbetet vetëm të derdhim shurup të ëmbël misri. Ashtu si që dëshironte Emily. Patjetër që do t'i pëlqej. Nuk më duhet kjo. Mike, kujdes! U bëra pis. Ups, më falni. Mbyllim shishen dhe i përzjejmë të gjitha. Duke e përzir mirë. Doli shkëlqyeshëm. Emily do ta pëlqej shumë. Jo, jam gjitur pas shishes. Hajde tani. Wow! Ra poshtë, por jam mirë. Sa bukur! Wow, kjo pelte duket e cuditshme. Çfarë mund të shpik? Do të bëj pelte me mjalt, por nuk kam. E di, bletet e mia kanë bërë shumë mjalt. Ato patjetër nuk do ta kenë problem të më japin pak. Dhe ja ku është koshi i bletve. Përshëndetje të dashurat e mia. Mos fluturoni mbi kokën time. Kam ardhur t'ju marr pak mjalt. Është në rregull? Shkëlqyeshëm. Patjetër mjaftueshëm për mua. Mirupafshim. U ktheva dhe jo vetëm, por me mjalt. Jo, ka ai shumë blet. Gjyshe! Do të marr pak mjalt me një shpatull tati. Shkëlqyeshëm direkte në shishe. Kush po bërtet ashtu? Çfarë po ndodh? Ups! Solla blet me vete, por nuk ka gjë. Tani ka paqe dhe qetësi. E kam mbushur tashmë shishen me mjalt. Mund ta mbyllim dhe ta dërgojmë të gjithën në ngrirje. Le të ngri dhe të ftohet. Unë sigurisht kam një ide shumë më të mirë. Do të marr Coca-Cola dhe do të bëj pelte direkt prej saj. Duke shtuar Coca-Cola, disa marmelata dhe pak flori. Kjo jo vetëm që do të jetë e shijshme, por jashtëzakonisht e bukur. Tani duhet t'i përzjejmë të gjitha. Duke e përzjer, duke e derdhur të gjithën në një shishe bosh Coca-Cola. Çfarë pelte e bukur e artë. I derdha të gjitha. Heqim hinkën. Kjo është e bukur! Jo, Mike, kjo është e tmerrshme. Dhe tani duhet t'i ngrit të gjitha. Pak azot të lëngshëm. I ngrin të gjitha shumë më shpejt. Wow, Mike! Shiko magjin! Është e bukur, shef! Po thuaj se harrova peltën time me mjalt. Kështu është më mirë. Pak ftohtë. Mund ta provosh? Shkëlqyeshëm, do ta provoj këtë pelte pikërisht tani. Duket shumë oreksndjeze. Dhe në një shishe ariu. Wow, e shijshme. Dhe çfarë ka këtu? Duket magjike. A është flori i vërtet? Duhet ta provoj. Wow, ka shije si Coca-Cola. Këtë doja. Wow, bukur! Kjo është pelte me karamele Nerds. Duhet të jetë shumë e shijshme. Është jashtëzakonisht e shijshme. Do të gëlltis gjuhën. Ti fitove. Çfarë? Seriozisht? E mrekullueshme. Hej, gjyshe, mos u bëj penges. Tani dua petulla. Shiko atë vizatim të bukur.
Ma përgatit të lutem. Do të pres. Është shumë e lehtë. Do të hedh pak brumë me ngjyrë në tigan. Dua të bëj mini petulla në forma rinjsh. Do t'jenë shumë ngjyrshe, të vogla dhe të mrekullueshme. Gjyshe, mos më bezdis, nuk mund ta prekësh. Më erdhi një ide. Do të gatuaj petullat më të bukura. Unë dhe Emily kemi një qen të përbashkët të quajtur Chloe. Do të vizatoj një petull në formën e qenit ton. Do të jetë shumë e bukur. Duke vizatuar konturin me brumë të zi dhe duke mbushur gjithçka me të pak ngjyrë. Kjo funksionon. Emily do të jetë e gëzuar kur të shoh petullën time. Disa detaje. Wow! Le t'i kthejmë të gjitha. Thuaj se rëzova. Gjyshe, çfarë? Më duhet të mbledh disa perime nga kopshti im, disa karota dhe kunguleshka. Jam këtu tani. Ju më keni humbur mua, ha? Perime të freskëta direkt nga kopshti. Le t'i grim të gjitha. Do të bëj petulla me karota dhe kunguleshka, duke shtuar pak miell dhe disa vezëz. Pak qumësh, sigurisht. Mbete të përzihet gjithçka me ndihmën e një teli kuzhine. Po thuaj se mbaruam, brumi i shkëlqyer, duke hedhur në tigan dhe duke i kthyer ato. Mike, a dëshiron ta provosh? Uf, e përshtirë. Duke i vendosur të gjitha në një pjatë dhe pak salcë kosi. Shumë e shishme. Pak jeshillëk sipër, çfarë mendoni? Më vjen keq për Emilyn e vogël. Është koha që unë t'i heq mini petullat e mia nga tigani, duke i vendosur të gjitha në një pjatë. Oh, reqe lule shtrydhe, e jashtëzakonshme. Duke derdhur në veshët e pjatës. Jam një krye, shef. Emily, hajde, jemi gati. Të gjitha petullat are gati. Sa të ndriqme dhe oreksnielse. Oh, çfarë është ajo? Sa e përshtirë. Dhe çfarë ka këtu? Këto janë mini petulla. Duken bukur. Le të provojmë një. E shishme. Dhe çfarë ka këtu? Oh, qeniun Chloe. Dhe kjo petull është jashtëzakonisht e shishme. Mike, kjo është vërtet e mirë. Yahoo, kam fituar përsëri. Faleminderit, motra e vogël. Këtë herë dua një burger. A do ta gatuash për mua? Shkëlqyeshëm, po pres. Mishi grir, sa e përshtirë. Nuk dua ta prek, por më duhet. E po, shkëlqyeshëm. Tani, një shpatull. Shiko gjyshe. Oh! Isha mjaft afër, por duket tmerrshëm. E dini çfarë? Do të bëj një burger të ëmbël për Emily. Më duhet Nutella dhe një lug. Duke lyer pak Nutella mbi simite. E shishme! Për mbushjen do të përdor marshmallow. Është koha që edhe unë të bëj një burger? Çfarë? Do t'ju tregoj një klas master. Oh, kjo është e mrekullueshme. Çfarë mendje madhi? Tani bëjmë një qofte, duke e skuqur. Oh, jam pak e lodhur. Oh, mos fli. Duhet të përfundojmë burgerin. Jam e sigurt. Oh, nip. A mund ta shihni? Po skuq marshmallow. Dua që ato të shkrihen. Duke shtuar pak marmelat dhe voila! O, zot, Mike! Është mirë që Emily më ka mua, një shef profesionist, i cili do të gatuaj çdo pjatë që ajo dëshiron. Oh, ky bacon, pak ketchup sigurisht, gjetë marule dhe një qofte sipër, djath, domate, qep
dhe bacon. E sakt. Do ta përsëris edhe disa herë të tjera. Do të jetë jashtëzakonisht e shijshme. Gati. Wow, çfarë burgeri gjigant! E sakt, është koha që unë të përfundoj gatimin e burgerit tim. Let's go! Duke shtuar disa perime, turshi, i kam bërë vetë, domate dhe disa salca. Duke mbulluar me një simite, le t'i krahasojmë burgerët tani. Joti është ende më i lartë, por imi ka shije më të mirë. Gjyshe, mos u shqetëso, gjithçka është nën kontroll. Më duaj vetëm të shkrija pelten. Emily, provoje! Wow! Ky po që është burger? Është shumë gjigant! Duhet ta provoj! Nuk më nxas në gojë, por është vërtet i shijshëm! Më pëlqeu! Dhe çfarë kemi këtu? Një burger i madh gjithashtu? Ups! Pranë të të gjitha! Duke vazhduar më tej, duket e pazakont, nuk kam ngrënë kur diçka të tillë më parë. Është një burger i ëmbël. Bukur! Më pëlqen kjo ide. E po, fituesi është shefi. Faleminderit, Emily.